أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف خلقه والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فالندريم تقن الله تما ضريشم صلوات محمد صلى الله عليه وسلم بشوكتي إذا تشي pasën me të mirë deri në ditën e Kiametit. Këtu kemi mbajtur disa derse. Në veçanti janë më rëndësi ato që kemi folë për administratën që kanë pasë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe edhe më rëndësi është vëllezër kuptimi i fesë Allahu subhanahu wa taala për janës së salafus salih, për janës së gjeneratave të parë të muslimanëve. Defekti më i madh i muslimanëve, apo ndër më të mëdha për defekteve në kohën e sotit është që na muslimanët sot nuk kemi pasqyrë të qartë për atë kuptim të fesë se si e ka në kohën e gjeneratave të parë të muslimanëve. Tjetër është të folet, tjetër është të marrë ders, edhe të shkruhet, e tjetër është ta jetosh një pjesë të asaj. Nuk është e njëjtë. Andaj gjendja në të cilën në kohën e gjeneratave të parë të muslimanëve ka një xhenet i Allahut subhanahu wa taala në tokë, që na duhet të mundu me ripërthinë tek njerëz, më së pari duhet ta vizatojmë në trunin tonë. Gjeneratat e para të muslimanëve, udhëhecet e muslimanëve në atë vakt, janë kanë një drejtë të madhe të hikmetit. Hikmet në gjuhën arabe është urtësia, e cila është një dozë pak më e madhe se vetë detyria. Ku njëri din sendet të cilat janë në fush, në familje, problemet, në rreth edhe kështu me radhë, din të shndron në khajrate, din të shndron në punë të mira. Këto kanë qelsi i punëve të mira në kohën e sahabive të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ku ata shumë prej problemeve i kanë bërë në favor të vetit. Jemi në kohë ku jetojnë njerëz në depresion, shohim njerëz bile vetvritje më të madhe për depresionit, për stresit, për problemeve që i kanë. Dhe nuk dinë mi gjithë problemet e veta. E kundërta është. Besimtari duhet të jeton në hijen e problemeve me shpalljen e Allahut subhanahu wa taala, me hikmetin e Allahu xhalla wa ala. Mirë po, patjetër duhet të mësojmë disa rregulla që i kanë thënë selefi, gjeneratët e para të muslimanëve. Ato rregulla të zbatojmë në jetë e ta shohim se për me të vërtetë problemet që ne çon neve, Allahu subhanahu wa taala leçi në normal ila sebeb për ata. Fa bima kasabat aydikum, do të juve kanë punuar të probleme, mirë po këto probleme, ndonjëherë edhe këto gjunahe që i bën njeriu, ka mundësi me ka një derë e madhe për njeriu që më ofru Allahu xhelal, nëse ai din me ndryshuar ata, nëse ai din me u pendue, nëse ai din me rregullue, nëse din njeriu me marrë mësim për shumë sendeve që na ndodhin në jetë. Fe Allahu subhanahu wa taala është fe që na e besojna. Dhe ka filluar Allahu xhelal me njeriu prej vetes. Ka thënë Allahu xhelal ku anfusakum wa ahlikum nara. Shpëtoni veten dhe familjet e juve. Në prioritet e kemi vetëm. Alhamdulillah. Mirë po, nuk është fe e cila mbet në sogazat njeriu vetë, po duhet të mësojmë nga njerëz të tjerë. Edhe sa më shumë që neve hakatemi, mundohemi me mësu njerëz të tjerë, sa më shumë që mundohemi mi bëj edhe më të mirë ndoshta edhe se vetë na ato njerëz, atëherë Allahu xhelal na shton neve kuptimin e fesë sa më shumë. Pra njëri duhet me ditë një gjë. Çdo herë që na ndodhin probleme në jetë, edhe na ngushton rrugë, na duhet të bëjmë diçka. Njerëzit ndahen në dy pjesë, ose bojnë sende pozitive të mira që u kthehet e mirë 100% atyre dhe njerëzve për rreth, ose bëjnë sende të këqija shumë. Për depresionit, për problemet që i kanë, bëjnë sende shumë të këqija, i ngatrojnë këmbët e veta çaq keq, saqë domon përfundimi i tyre është i qartë domon, qartë shihet para kohës se mundesh me dhënë një prognozë të shkurtë se çka do ndodh me këta. Me këtë person. Gjeneratat e para të muslimanëve, ata kanë jetuar me shpalljen e Allahut subhanahu wa taala, ashtu sikur që i ka mësuar Muhamedi alayhi salam, prandaj edhe shumë hadithe të Muhamedit alayhi salam na i kanë rujt neve ato. Shumë fjalë tefsirat fjalëve të Allahut ne kanë rujt neve. Shumë ngjarje kanë ndodhur ato. Mirë po, një pjesë e madhe e jetës së tyre nuk na transmetuan neve sa duhet. Çfarë është ajo që kjo hikmet? Urtësia se si ato me probleme janë ballafaquar. Nuk ka mundësi të ekziston njëri pa problem. Njëri është Harith Hammam, njëri është ka brenga të shumta,
edhe është që punon vazhdimsi dhe ai i cili punon ka pas probleme sa herë në jetën e vet. Mirë po, besimtari duhet patjetër me dal për probleme më i fortë. Jo rastisht vllazni Allahu xhallahu ala kur i përmend gjunaqar thotë yubeddilullahu sayyiatim hasanat. Allahu shndron gjunat në të mira. Sayyiatim hasanat. A ka mundsi kështu? Ka mundsi kështu. Ka mundsi. Çdo herë njeriu del për problemet më mirë. Kjo është edhe qëllimi i hadithit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku tregon në hadith kutsi se kur robi bën gjuna, din që ka Zot i cili e dënon dhe me për gjunain robi është penduar, pastaj përsëri gjunain, pastaj pendohet, pastaj përsëri gjunain pendohet, në fund Allahu xhallahu thot, le të bën robi çka don. Le të bën çka don robi i cili din me dal prej gjunait më mirë. Le të bën robi çka don, domthon, nëse ai e ka gjendjen e gamidijes dhe maizit, të cilët kanë bërë zinë në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ama ato ditën kur i ka gurzu Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, janë kanë shumë më të mirë se ditën kur s'kan bërë zinë. A keni qartë? Maizja dhe gamidija kanë bërë zinë, dy sahabie kanë. Harron zinë. Nuk ka gjuna i vogël zinaja. A gjuna i madh. I shëmtum, i keq. Të martum janë kanë. Janë rajm janë bë. Ato ditën që janë gurzue, janë kanë më të mirë se ditën që s'kan bërë zinë. A ka mundësi që? Ka mundësi që. Ka mundësi. Na po flasim për drejtën të Allahu subhanahu wa taala. Ka mundësi njeriu, kur njeriu nuk guxon me u shpresën te Allahu xhallahu ala. Prandaj njerëz më të Allahu xhallahu ala ato që kanë humb shpresën. Edhe për problemet e jetës, njeriu ka mundësi çdo herë me dal më i mirë. A pse zgjodha këtë temë fol vllazni? E zgjodha këtë temë se na në kohën e sotit jemi bërë çast njerëz melankolik, çast dopt. Çast kur i shohim musliman që vritën e pritën nëpër dunjon, e nadhimin normal që musliman nadhimin. Me po këto sene që ndodhin në dunjë këtë nuk ka rasti. Allahu xhallahu ala çaçi madh vllazni. Çaçi madh është Allahu subhanahu wa taala që në ka prurë në dunjë, që mos kemi arsye asnjëri prej neve ta dim çfarë malli jemi na. Ti veprojmë në vetë, na jep neve shanset Allahu, shumë shanse na jep, se që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith se Allahu ball shansi ka dhënë njeriu që i ka dhënë 60 vjet me jetuar. A ka shans më të madhe se kjo me 60 vjet? 60 vite me të dhënë Allahu xhallahu. Ball shanse të mëdha ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. I pas s'ka më asë kur gjama. Edhe shëndrohet njeriu në më të mirë dhe më të mirë me lenin Allahu subhanahu wa taala. Patjetër, duhet me besu këtë çështje. Del njeriu më i mirë me lenin Allahu subhanahu wa taala prej problemeve. Ajo që ndodh muslimanëve sot, nuk është diçka tjetër vetëm se hapja e syve të muslimanëve. Tash Allahu xhallahu shumë i madh. Ka hikmete të shumta, ka urtësi të shumta. Ti she vrasje, ti she gjak, ti she masakrim. Mi pa Allahu xhallahu dëshiron mi shpalos disa njerëz. Sepse një prej cilësive të pandarat njerëzve është naivitet. E tash kjo naiviteti është darakat, shtresa të poshtë. Ka dikush e ka naivitetin sikur teri natës. O ka dikush nuk e ka vetë terin e natës. Terin e pyjeve. Ka dikush e ka terin e errësirës së detit. Dhulumatun ba'daha fawqa ba'd. Idha akhraja yadahu lam yakad yaraha. Naivitet që domthon nuk e shet dorën e vet njeriu. Nuk sheh kur gjë hiç, njerëz nuk shohin kur gjë hiç. E kur ndodhin sendet, ato i shohin me sy të vetë njerëz. Ai naivitet vëllazëri ka kapluar njerëzit në atë kohën aty dialogjit me mbretin. Naivitet i lasht, i thellë, janë fut njerëz naivitet të madh. Allahu xhallahu ka bërë përtris atë dialogjin, vetëm se ka qenë i gatshëm po, të flejohet për të tjerë, kjo është xihad fi sabilillah, kjo është davet fi sabilillah për Allahu xhallahu, një vepër shumë e madhe. Edhe apo një gatshëm flejohet që njerëz ta marrin vesh realitetin e mbretit se çfarë zullumçarja. Në atë moment pajtohen domethënë frekuencat. Në atë moment pajtohen frekuencat dhe marrin vesh njerëz vërtetë, thonë që s'ka mundsi njerëz me marr vesh vërtetën. Kështu është edhe njeriu. Për fjalëve të arta që i kanë thënë selefi, Allah ju pas shëruar, është një fjalë që i kanë thënë se e përket punës davetit, se e përket punës thirrjes, se e përket punës proklamimit fesë Allahu xhallahu ala, se si ti tregon fen Allahu xhallahu ala. Kur është njeriu në terr, në errësira, pastaj jep Allahu xhallahu ala dritë. Normal që goditet me një entuziazëm të madh, do më tregu gjithë njerëzve këta që e ka besuar. Jam kanë në terr të madh, do më tregu njerëzve. Janë kanë në skamje të madhe, do më tregu njerëzve se kije. Në veçantë kur njëri është që s'ka pas hiç, do më tregu patjetër. Në këtë rast shpesh njëri bën gabime. Prandaj
Selefi vllazni kanë folë me hikmet, me urtësi. Kur njeriu të rrin me njerëzit urt, kur njeriu të mundohet me shundru problemet në sukses, me lenin Allahu xhallahu ala, atëherë ka mundësi me fol me hikmet. Ka mundësi me fol me hikmet. Nëse në jetë mundohemi patjetër çka që e flasim ta zbatojmë. Me lenin Allah maksimum sa kemi mundësi, fillon njeriu me fol me hikmet. Çka është hikmeti? Hikmeti tek e fundit është me I vendos sendet në vendin e vet, jo ka e prapa. Me këtë ka e prapa, çna, kjo Allahu tu. Smet me koncentrim të jo për ders. Mi këtë ka e prapa sendet. Smet me koncentrim. Hikmeti është çajo. Dhe se njët, normal ka sende më të komplikume që na duhet me mësu me I qitë në rën ato sende. Ama duhet me gjetë kohën, duhet me gjetë vendin, duhet me gjetë mendjen, duhet me gjetë njerëzit. Duhet me gjetë ato. Muhamedi alayhis salam kur ka ardhur I ka gjetë kohën, e ka gjetë vendin, e ka gjetë njerëzit, këtë tamam. Ç'kjo është? Çka kanë bërë misht? E kësaj fe? Armisht edhe të feve të veta. Jo vetë kësaj fe. Armisht e Allahu xhallahu ala. Armisht e vetvetes, sikur që Umar ibn Khattabi shpesh I ka thujt njerëzit ya adu wa nafsik. O armik I vetës. Se kështu është njeriu është armik I vetës. Nuk kur njeriu nuk e di interesin e vet, edhe të ardhmën e vet, edhe të mirën e vet, në të ardhmën është armiku I vetës. Kështu Umar ibn Khattabi ka thujt njerëz, po madje edhe disa prej grave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur I ka ardhur more më shumë prej Omerit se pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe janë frikuar më shumë prej Omerit se pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka thonë ja aduwati anfusikunne, o armiqet e vetës. Jo, janë armiqet e vetës. Çka kanë thonë selefi? Për një fjalë interesante që I kanë thonë ata, që duhet me marrë mësimin e vllaznin, gjithë, sa I përket nivelit familjar, sa I përket asaj kur je mësues me nxënësin tan, kur je mentor, kur je udhëhec, kur e mëson dikan, kur e drejton dikan, kur e bën nasihat dikan, kështu me radhë. Dhe të kemunit kur na plas filmin e herë, domethënë kur nervozohemi me ata se nuk shohim çështu, nuk marrin vesh njerëz kështu me radhë, kuptoje diçka që kanë thënë e kanë kaluar të parë. Muslimanët e parë kanë kaluar, lenë që kanë kaluar me shpallje edhe me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, po e kanë kaluar edhe me praks. Ajo kur kalon me praks mo volosët. Shumë prej vllaznive sot tu zumna. Allahu na vazhdoft udhëzimin deri ditën e vdekjes. Don e kemi një problem se kemi praks. Dhe mundohemi senet me gjiks mi bo. Zbon senet me gjiks. Zbon senet se aminat. Zbon senet se tu I qumë me zar. Por duhet me ardh kohë vet. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur çasi kohë kur njerëzit kanë pas kulminacionin e burrnies. Edhe kena përmend ta disa pretesa. Edhe Allahu xhelali ka zgjedhur të njerëz. Prandaj në kohën më vonë për Umar ibn Khattabit kanë dalë disa prej fjalëve që I kanë thonë selefi, sikur që ka thonë Ali radhiyallahu anhu, ti nuk e flet një fjalë para një populli që se marrin vesh atë fjalë, ka mundësi me kon kjo fitnë për fenë atë. Ka mundësi me kon fitnë për disa prej njerëzve. Pse? Se rukmendja. Sepse këtë mendje që ne ka dhënë Allahu xhelala, zemrat që I kena na, janë disa zemra gorishte, disa zemra të rrafshta, disa zemra pjellore, zemra që e thithin ujin, japin bari, japin qomshte, edhe kështu më radhë, japin shumë sene, edhe ka zemra që si japin kur gjojq. Në varët prej asaj se me kanë prej njerëzve kije. Domthonë, duhet patjetër me njoft na njerëzit për rreth. Që me hec fjala Allahu subhanahu wa taala. Dhe fjalëve të arta që I kanë dhënë selefi është lejse kullu ma yuqalu yuqalu. Nuk është çdo fjalë e cila ka mundësi të jetë e logjikshme në kokën tënde, e mëshme me argumente në kokën tënde, yuqalu dhe thotë e fjalë. Dhe pse duhet të marr rregull, patjetër, në jetën tonë. Me familje, me njerëz më të vegjël, me njerëz më pak të shkolluar, me njerëz më pak nervozë kështu më radh, duhet patjetër na me I mendu senet. Tek selefi, gjeneratët e para të muslimanëve ka qenë shumë kujdesshëm, a më thon një fjalë apo s'më thon, edhe kujt ajo thuat fjalë. A marrin vesh njerëz atë fjalë nuk e thon. A nuk e marrin vesh. Sepse Allahu xhellala ato gjeneratët e para të muslimanëve ka bërë sinqerta, dhe ata nuk e kanë thënë ni A, ni B, ni C. Asnjë fjalë më të vogël nuk e kanë thënë vetëm se nëse e kanë ditë se ka mundësi ajo fjalë me ndikue. Përveç asaj që është feja Allahu xhellala, tamam duhet me përcjell fenë Allahu, principet e fesë Allahut subhanahu wa taala. Ky hikmet I ka udhëheq ato njerëz, prandaj edhe shumë pak zonka kanë pas, shumë pak probleme kanë pas edhe kanë qenë ato njerëz suksesshëm. Wa laysa kullu ma yuqalu yuqalu. Nuk është çdo fjalë e cila mund ta mendosh ti, mund ta logjikosh edhe ta thosh. Andaj dërgumi sallallahu alaihi wasallam kur ka qenë në Hajjatul Wada,
I ka thonë sahabe, apo Aisha radhiyallahu anha, mes me pas qenë populli jot, me kasit, të rinë islam e kisha prish qabën e kisha ndërtuar sipas temeleve të Ibrahimit alayhis salam. Kisha bë dy dyr me njerëz të brenda, më fal, njerëz me dal prej asaj dere, edhe atë pjesën e hijrit e kisha ndruar në qabë, tamam se është pjesë ai harku që është pjesë e qabës. Mi pas e ka bëu këta Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka bëu këta. Nga se lejse kullu ma yuqalu. Nuk është çdo gjë që ka mundësi të logjikohet edhe të thuhet te njerëzit. Nuk ka thënë bile Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, por kjo fjalë ka thënë Aishës radhiyallahu anha. Apo ajo që Abu Huraira ka ndëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pas një muri të një kopshti, i ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Merri këto dinalla, del dhe përgazoj njerëz me këto dinalla se i kam nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilin e kam dëgjuar se ka thënë kush thot la ilaha illa Allah, ka me xhenet." Amr ibn Khattab i pari të kanë Abu Huraira. Thot çka janë këto dinalla? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë. Pse i ka thënë? Më ka treguar se kush thot la ilaha illa Allah ka me xhenet. Amr ibn Khattab i mshon. Rëzon. I dham shumë Abu Huraira. Ana Abu Huraira shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot ja Rasulullah, o i dërguar i Allahut. Ai thati, po ne kum thon, çka ki Omer? Thot nëse njerëz e ndajojnë këtë fjalë, yad'un al-amal la veprën drejt, e ke kuptojnë fjalën? Lejnë këtë fjalë, ata thonë se lejnë këtë fjalë. Mos e thuaj. وليس كل ما يقال. Nuk ka çdo gjë që më mendot edhe mund të më thon. Dhe se besimtarët më kanë për të mëshirshëm. Nuk kanë mëshirshëm. Dush me hin lëkurën e tjetrit. Na, vllazni, do më kanë sot. Sa më pak që nuk him lëkurën e tjetrit, sa më pak vonohen shumë prej seneve. Sa më shumë domethënë. Vonohen shumë prej seneve që ndihmës Allahu të kështu më radh. Sa më shumë që hin lëkurën e tjetrit, bash më pedagog. Ase mundesh me pas shumë prej seneve ti në veti. Shumë prej cilësive që i varti. Mirë po për mishit ato sene duhet një farë zanati më bë, një farë prakse më bë të njerëz. I ndëgjojnë njerëz sot më të madh, për shembull, edhe njerëz të rrugës që janë kështu më radh. Kam probleme me fëmijët e vet. Ka prindi me fëmijën e vet, nana me bijën e vet. Kam probleme njerëz të mëdha, nuk ndëgjojnë kështu më radh. A ka sebeb? Vallai ka sebeb. Sebebi është ata se ato nuk janë shumë transparent, nuk janë shumë ferr, edhe nuk ja dinë se çka i dhem, se kjo shoqëri përgjithësisht është ndërtuar mbi tinzia. Njerëz kanë tinzia përgjithësi, edhe nuk i tregon kënjëherë. Nuk do të thonë se je prind, nuk do të thonë se e ke fëmijë edhe a di gjithë tinziat. E kundërta është. Njerëz më lak shpesh e dinë shumë më shumë për njerëzit që i kit afërti. Dhe ti që i ke afërt ata nuk i din. Nuk ja ke gjetë hala ku e ka problem. Sepse kur njerëzit kanë probleme, çka që përmendën në fillim dersit, kur njerëzit kanë probleme të shumta mundohen gjatë jetës vet me atë problemin e vet me shndrum diçka tjetër. E tash, njerëzit pozitiv, njerëz që kanë vetbesim në veti, tek e fundit njerëz që besojnë Allahu xhallahu ala, edhe njerëz që nuk janë të frustruar, dëshpëruar, ata mundohen çato sende me shndrum diçka pozitive. Sikur që ju ndodh njerëzve. Ka mundsi bin prej provimeve edhe kështu më radh, mirë po bëhet champion në meselë tjetër. Edhe kështu më radh. Ka mundsi ndodh kjo edhe me pa ka njerëz të tjerë çka bëjnë? Shkojnë mas rakije, mas femrave, mas saj. Kanë probleme të shumta njerëzit. Edhe munduan atë problem me gjuna e dikun atje me shfaqje. Ani duhet më ia gjet patjetër atë ku e kanë. Selefi pas kanë punuar me këtë rregull që e ka mësuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa ai ka mësuar sahabët e vet me qenë pedagog. Andaj vllazni, sa miliardë musliman, sa miliona njerëz që kanë hyrë në islam dhe i ka pushtuar Islami zemrat e tyre. Dhe kanë qenë gatshëm me fliu familjet edhe tokën edhe me tabiin dhe prej njerëzve që se kanë takuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mbrapa e kështu me radh. Kush janë bërë sebeb? Janë bërë sebeb sahabët. Nga se kanë kuptuar frekuencat që i kanë njerëz në zemër. E kanë kuptuar domethënë se sa ja rrok njerëzve dhe kanë fol në çat drejtë. Ai shpesh mësues i mirë është ai i cili zbrat me nxënësat, zbrat me njerëzit. Muj me thonë që në kohën e sotit, në aspektin global në dunjë, këta e pranojnë edhe më shumë prej filozofëve dhe shumë prej njerëzve të mençur që i kanë edhe jo besimtarë domethënë, janë incizime të tjera edhe nëpër YouTube, njerëz kanë ngjitur sot ku janë këtu dhe i kanë këto probleme që i kanë sot këtu, domethënë është se shumica arsimtarëve apo shumica pjesë e dërmuese e njerëzve që posedojnë dituri me kooperaci të madhe, e kanë marrë dituri dhe me kooperaci edhe më të madhe e japin. Me kooperaci të madhe. Këtu për fat keq shpesh hinë edhe disa prej xhallarëve.
Kur i ndëgjojmë se nuk duhet me fol filan landën e filan senin e kush ja u dha këtë drejtë ti vetrive dhe fol sot e kështu më radh. Google e ka dhënë drejtën. Ashtu ç'është. Interneti me ka dhënë, se ka dhënë filan hoxha. E vetë morin drejtën njerëz me fol. Madje kjo ka shumë normal në kohën e selefit. Nëse ka pas liri të folurit, ka pas në kohën e selefit. Ne këta përmend ata. Nëse ka pas liri të folurit, ka fol gruaja. Ka fol fëmia, ka fol i vogli. A ka pas tamam, mos mesele tjetër thash. A kanë pas tamam. E ka shpreh çat që e beson. Sot me tinzia nuk e shpreh kunjat. Madje nëse nuk i mundsohet me shpreh ata. Çeret një luftë e madhe. Çeren shpifje të mëdha kështu më radh, nëse njerëzit nuk e bëjnë ata. Prandaj domthon kanë punuar me këtë rregull, me këtë fjalë të selefit, kjo ka një praks, kjo ka qenë një kajmak i asaj pune të madhe, shumë vjeçare që ata kanë punuar, lodhjes, xhihadit, davetit, thirrjes që kanë bërë, organizimit që kanë bërë, gjaku që kanë derë dhe kështu më radh. Allah lejse kullu ma yuqalu. Nuk va me thonë çdo gjë që e cila është e mëshme në kokën tonë, edhe me mendu, edhe s'ban me kohën prej njerëzve se që thonë, shumë interesant më e thon hakin edhe usas muhabeti ja. Hakin e thot për një sen që është xhenet xhenem, usas muhabeti. Do me thonë ato. Nëse xheneti dhe xhenemi njerëzve varet. Mirë, po do mesele të tjera mbrapa të njerëzve duhet me konë me administrator musliman. Ma afër suksesit më konë. Me hin likurën e tjetër, patjetër. Andaj kena përmend se më shumë se një ajet Allahu xhelal ka potencuar këtë meselën me lëkurës. Kadhalika kuntum min qabl. Edhe ju keni qenë kështu. I drejtohet Allahu xhelal egos njeriut. Kjo është problemi më i madh. Ego është ajo perdja më e madhe e njeriut. Perdë kjo. S'e kur gjaj. Unë e di edhe tjerë shumë interesant. S'bam më kështu. A ka kështu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam taif? Allahu xhelal ja dha bereqet madh Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sai haj me reke për nesër, mas nesër, tjetër mas nesër. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka menduar mas vdekjes. Keni has, keni lexuar domethënë një numër i madh i haditheve të Muhamedit që flasin për pjesën e jetës që ai s'ka më kon gjallë. S'është gjallë. Apo për shëndet e kiametit kur ka folur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pse ka folur ata? Për kanë ka folur ata? Se ka dashur mirë njerëzve deri në ditën e gjykimit. Deri me mod ndoshta për dorë mishtin xhenet. Sikur që ka ardhur në ditë pejgamberit disa njerëz me zinxhir kanë me hinë xhenem. Pak me zor disa njerëz. Kanë me hinë, kanë me hinë me zinxhir. Kanë me hinë në xhenet. Kanë me hinë xhenetin Allahu xhallahu ala. Wa laysa kullu ma yuqalu ana wanu. Nuk është çdo fjalë që mundesh me thonë, kanë thonë, edhe ti e ke kohë asaj fjale. Nuk është koha zot. Nuk është koha për çdo fjalë që mundesh me thonë. Ana dush me shikua marhalen pozitën ku janë muslimanët. A ka mujt Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i thon sahabëve për xhihad me nxit në Mekë? A dhe sahabët e kanë propozuar këta? Kanë propozuar sahabët? Sa do të qasë në zeka kria? Ama e morra shpatën dhe hyna në ative, shohën ata si kanë përsekutuar. Ranash me duru torturën. Na mundna me parlamentu torturën, na se torturën ndoshta s'ka pas një kur një herë. Me të marr dikush me të lidh ty në mesdit. Budall bëjit me gorzi. Me të ndaluar pjesë më elementare të tjetës të këtë mënyrë. Drejtat elementare të tjetës. Lo kanë ndaluar. Janë bë pengesë. Është në zeka, ka thonë të morë, shpotën t'ju hina në mina krejtë dhe e sos në atë muhabetin. Pas e ka bëbë jamë e sot. Wala ana awanu, s'ka ardhë koha vetë, asë njëherë. Pra dhe sallallahu alaihi wasallam e konë shumë që i ka morë sebebet. Anë tjetër va ka thi putat. Se va ka thi putat, mu aprishat harmoni të shirkut që i kanë pas. Mu aprishat harmoni të shirkut. Deti ja konë shumë normal, me lëviz detin pak. Va ka thi sallallahu alaihi wasallam Ali radhiyallahu anhu. Edhe Ibrahimi e sa va ka thije. Mos u alon bash rahat, që me ditë tamam ku është. Se ana awanu, atë ka ardhur koha e asaj. Me kur ka ardhur koha e diçka tjetër. Derisa ka ardhur koha, asaj dhe kësaj dhe shumë seneve tjera, që shumë prej njerëzve i ngusin dhe kur ngutën, normal që do ndodh e kundërta. Ndodh e kundërta. Edhe kanë thënë fun. Wa laysa kullu ma jaa awanu jaa rijalu. Dhe nuk është çdo mesele që i ka ardhur koha edhe i ka burrat e vet. Kjo është pa tash për kohën e sotit. Nuk është çdo mesele për meseleve që i kanë ardhur edhe e njerëzit. Janë edhe njerëz që mundesh mi thonë ti ato fjalë. Në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka njerëz tamam. Janë kanë burrat. Janë kanë njerëz të cilët
i kanë hecë mbrapa Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe jo rastisht vëllazni Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë prej njerëzve që më shumë ti këshillu, a nëse dikush në dunjë kish mujt mos më këshillu me asnjërin, kush e kon? O kon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mi po atë kundër të gabo. Alayhi salatu wasalam. Është këshillu me njerëz. Omar ibn Khattabi ka thonë, një mendim këshill që më ipat prej dikujt as tamam si litar. 1 2 3 4 5 një shleper me 20 litar aty ngraje, pa problem, po. Të heq. Ama me një, Allah kur të sëmba. Një mendim i njerëzit është litar. Andaj nuk bëmë në shmu kërkan për njerëzve. Dhe duhet me prish atë trend në të cilën jetojnë njerëz në kohën e sodit. E formon një memleket, njeri e formon një mbretëni në kokën e vet, pastaj mundohet me mbrojtje atë mbretëni. Jo, s'ka nevojë për asnjë lloj mbretëniesh vetjake që kanë njerëzit. Jo. Nuk kanë nevojë njerëz për lloj vilajetesh ndryshme në kokën e vet. Jo. Nëse i formojnë në ato kufi, në mendjet tona çashtu kanë më kanë ato kufi. Por duhet mi largu njëri ato murra. Se ma merr postin, ma merr ata, ma merr ta. Andaj Allahu xhallahu ala ka folur për këtë çështje shumë të madhe në Kur'an. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Ka thënë Allahu xhallahu, ka dashur mi tregu njerëz të cilët mendojnë se janë më të dishmit, ka mbi çdo të dishëm. Ose s'ke më vetë punë sast. Allahu xhallahu ka dashur me mësue Musa sallallahu alaihi wasallam kur bani Israil Musa vetë e kanë nguc me fjalë. Musa alaihi wasallam ka thënë, "Ka më të dishëm se ti në tokë?" Ka thënë s'di. Zdin Allahu xhallahu ka thënë Khidrin alayhi salam. Khidri sa kom ai dishim se Musa. Ama në çato mesela kon mjeshtër. Në çato mesela s'ka dit Musa. Për çato mesela s'ka dit. Padë pejgamberi sallallahu ka thënë me pas bos sabër Musa, kish mësu më shumë. Pas bos sabër Musa alayhi salam kish mësu më shumë. Puna të sabri, puna të durimi. Derisa të vinë njerëz të tamam. Ai ka pas Musa alayhi salam këtë njerëz të tamam. S'ka pas tamam. Edhe mbrapa shumë prej pejgamberëve të Allahut. Që kanë ardhur te Bani Israil, Yusha bin Nun, të tjerë. Pastaj kur kanë pas dekadencë, zbritje, Bani Israil më të madhe, derisa kanë lip atë mret, atë udhës në kohën e Talutit e kështu me radhë, derisa Allahu xhallahu ka thënë Daudin alayhi salatu wasalam. Pastaj ka isë përpara punë. Ana rijalu, ju kanë ardhur njerëzit. Kanë ardhur njerëzit tamam që janë. E tash gjitha këto që i përmendë janë domethënë pak, më pak, ala më pak edhe hiç ndoshta. Shumë pak gjën. Dhe se njeriu në jetën e përditshme për ta zgjidhur një problem duhet fillimisht pajtohet me realitetin. Fillimisht pajtohesh me realitetin se si është. Jo emocion, nuk duhet emocion kurrëherë. Emocioni s'ka mundësi me zgjidh problem. S'ka mundësi me zgjidh problem asnjëherë emocioni. Por këshillimi, sugjerimi, mësimi, argumenti, këto ka mundësi me zgjidh problem. Këshillat që i bën njeriu kështu më radh. Këto janë preseneve kryesore që i bëjnë njeriu domethënë me kam për njerëz si qelt. O me yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran katira. Allahu xhallahu ka thënë kujna jap Allahu hikmetin urtsin. Yezdan khayri madh. Yezdan khayri madh. Dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam një prej çordimeve për të cilët ka ardhur më mësu Kur'anin njerëzve, ka ardhur më mësue urtsin njerëzve, ka ardhur më mësue sunetin njerëzve, akiden, tezkia mi pastrua, i paseni kryesor, apo ndër kryesorët të konë hikmeti, alayhi salatu wasalam. Prandaj e shef sallallahu alaihi wasallam se çdo sahabiu t'ia ka dhënë atë vendin e vet që ka. S'ka pas zullum asnjëherë. Çdo sahabiu ka dhënë atë vendin e vet. Pastaj edhe në kohën e xulafave, xhilafeti është quajtur xhilafet nubuwa, se çdo njëri prej muslimanëve ka marrë hakin e vet. Çdo njëri prej muslimanëve ka marrë hakin e vet. Normal nuk kanë diku të sahabët kur një ajo se unë jam koni pari musliman, ti dyti më 6 vite që kjo ardhë, jo. Rast më të gjallë keni rastin Amr ibn Khattabit. 6 vite ka ardhur mas muslimanëve tjerë, Amr ibn Khattabit. Po është mirë rast e Abubekrit. Dhe kualitetet më alshu rrugën, patjetër. Kualitetet më alshu rrugën për ndryshe. Nëse don me ditë se ai peng, po ndihmën e Allahut subhanahu wa taala, nëse ti nuk jep mundësi vllaut tan, me ec përpara ti bësh pengesë, i ndal, wallahi ti je luftë kundër Islamit. Atë luftë kur e bën njeriu kundra Islamit, e bën kundra Hasanit dhe Hiseenit, kundra Allahut. Ata e bën kundra Allahut xhallahu ala. Në këtë mënyrë ka njeri mundësi me u bë për armiqve të Allahut, ai nuk e din. Me emër musliman. Ka mundësi me u bë armik i Allahut subhanahu wa taala, nuk e din. Se jedu ka armiqsu kaderin Allahu xhallahu ala. Kur ti nuk e din urtësinë e Allahut subhanahu wa taala dhe nuk punon me kësaj lloj prakse të salafus salih, të gjeneratave të parë të muslimanëve që Allahu xhallahu ala i paska ngrit këto njerëz me ata se këto
këto e pas kanë ditë fjalën me mendue, a është për ta thënë ajo. E kanë kuptuar mirë, a është kohën për me thënë ajo. Dhe asoj koha e kanë ditë mja në vesh, a i ka burë ata e koha, për nuk i ka. Sepse nuk ka ardhë këtë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Mekë, kish mund të ardhë në Armenidikun, kish mund të ardhë në Azerbejxhan, në Ballkan, ku i diku. O ka ardhë në Mekë. Sallallahu alaihi wasallam. Ka ardhë në Mekë. Awsatu rijal, te burrat më të mesëm, te burrat më të drejtë, te burrat më të mëdhej. S'po flasim na kon mushrika, asha janë kanë. I kanë pas në shtatë zezë. Andaj alayhi salatu wasalam vllazni. Ka pas hikmet, a mundni më ndëgjue, unë pyesua, tash përgjigjem ju. A keni lexuar ndonjë hadith Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke fol për çato flamujt e kuç zinas që kanë bën njerëz në Mekë? Keni lexuar ndonjë hadith që ka fol në Mekë kundër asaj pune? S'ka se hadith, unë s'kom pas më udua as kurrë. S'ka se hadith. A si ka dek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Ka dek. I ka dek. Për alkool, keni ndonjë hadith fol Muhamedi në Mekë? Për alkool fol në Mekë. Mekë sa vjet ka kalu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? 13 vjet. Thot 13 vjet ka kalu sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka pak 13 vjet. Gati një dekadë gjys, alayhi salatu wasallam. Ka fol për alkoolin diçka? Rakinë kanë pas me rak arabt, lodo, kështu të smutën kanë. Mas rakis. A ka fol? A ka fol për to? Po dhe zinën kanë pas me rak. Edhe mas zinën kanë. Aisha radhiyallahu anha, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me pas fol spari herë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, zinaja është haram, kin thon arabt, la nad'u zina, zinan se lajna na. Me pas thonë se alkooli është haram, që thonë, la nad'u al-khamra, se lajna alkoolin, në burë e kënë sikrinë ato, kanë vdek mas asaj. Rek është bon, lumë është bon Medine, kanë shku prodë, më është bon, pej rakijes. Po si ka folë të sallallahu alaihi wasallam se ka ditë se, ma ju kalu, la ju kalu, nuk o sërë që e menëm të e ka e thot ata. As që i ka ardhë vakti asaj, as që janë njerëz ato. Kështu sallallahu alaihi wasallam ka pas hikmetin e lartë, lërpamësin e lartë, më thonë, Allahu Gjallaj ka po për njerëz më të meqëm në mënyrë absolute që kanë ekzistuar si përfaqen e tokës, pas një ditë shkollë. Ka pas shkollë? S'ka pas shkollë? Sallallahu alaihi wasallam. Analfabet kon alayhi sallam. Ka mësuar Allahu Gjallaj. Ka mësuar Gjibrili, ja ka dhënë çato mendim. Nuk e kanë shumë emocionet Muhamedi alayhi sallam. Se kanë shumë emocion ka pas. Shumë normal është me pas emocione. Ama me shumë emocione jo. Në kohën e sot në më emocionet. Kur të na shumë emocionet dy bare në kruk. Ndi banë ndillat. Dhe çeti të pak. Mos rënë vë. Ku të mujnë emocionet, atë energji tepër që i kja, kanë vllaznin sot, energji. Ibn Qayyim rahimahullah thot për punën e tezkiyes, punën e pastrimit të shpirtit, për të cilën ka ardhur edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tek ummiyint, yuzakkihim, yuallimuhum alkitab, i pastron e mëson librin, hikmetin, edhe kështu më radh. Thot puna e njeriut, as sikur puna e një burimi të madh. Një lumi të madh, tash sikur që ka në Bavaria në Gjermani, dalin lumej për shtetit në Danubi, Rajna, kështu më radh. Çka më bën njerëz me atë lum të madh? A mund të një shtet më marrë Gjermania, mund të më marrë me ta vështirë. I ka 80 miliona mos. Vështirë më marrë me ata. Me Rajnën, tash me në Rajnën, ajo është zgjeru 50 herë më e madhe është. Çish më nal ata? Dalin mendime të ndryshme, filozofë të ndryshëm. Diku shtat me marr thasë, mush thasë. Problem thasis, thast. Deri diku diçka po bojnë ata. Tjetri, çka thonë më, më njëri thot burim atje me shku te burimi me nal, burimin me ndal. Kret lumit ata bëhet mirë. S'bëhet edhe ajo se del diku tjetër. Patjetër. Thotë Ibn Qayyim, energjinë që njeriu e ka, sikur që e kemi na sot energji të madhe, që shpesh që na dal hyt benzini kakria na dal rrugës nervozomi na futboll na dal ku i kur na dal nervoz. Nashta fëmia ta ka fojën e çet te gruaja, nashti gruaja ka fojën e çet te fëmia, nashti mësuesi ka në shkollë atje çet diku tjetër. Edhe kështu me radhë, zullumi i madh i shpirtit të njeriu është tamam sikur që puna e burimit që e mshel tu e del diku tjetër, thot ja ka përmend Ibn Taymiyyah këtë shembull, që ka mësuar për hoxhallarët vetë më të vjetër, alayhi salam. Thot Ibn Qayyim, tamam është kjo punë sikur puna atij personi që dalin disa njerëz dhe thonë ja kada. Këtë ujë mund na shfrytëzuar. Këtë ujë mund na shfrytëzuar, ç'më shfrytëzu këtë ujë? Këtë ujë nëse puna është marrë normal, do të më lodh. I krijojnë delta. E shpërndajnë në për tokë, në për fusha. E ujit ke, kështu më radh. Atë paksohet kjo ujë. Me lenë Allah xhala, por duhet shumë punë. Normal, do të më lodh njëri, më rros kapit. Kish puna e pshit. Kish puna nefsit, kish puna energjisë që stresohet të na, që më ledet të na.
mendimet ndryshme, energjitë ndryshme, fuqitë ndryshme, muskujt ndryshëm, mendim që jena më të mëshëm në dunjana, më drejt në dunja, edhe kështu më radhë, më thonë për mendime që i ka njerëzit, këto kanë mundësi mund drejt. Andaj dërgumi Allahu sallallahu alaihi wasallam kur ka pa Ebu Dujanën, duke bë kibër, duke ecë pak me kibër para armikut, domethënë, duke ecë me kryerësi, ka thonë, këtë eci Allahu nuk e do. Illa fi hadha al-mawdi, përveç në këtë vend, para armiqve, para kriminalëve, po edhe Allahu xhallahu më kon pak më i nalt, pak më me çalla me ec. Domethënë, kështu në vend, domethënë duhet me drejtu vendin, me agjet vendin. Andaj kur përzihen këto sene, hub hikmeti, hub urtësia Allahu xhallahu dhe hub besimi të njerëz, hub drejtësia të njerëz, hub suksesi, s'ka kur gjapi asaj. Andaj njëri i cili e merr një pas në Islam, qoftë edhe një derë me rujt, një mekteb me pasë kështu më radh, Kur'an mësoi dikan duhet me pas hikmet. S'po flasim tash më kon shumë më i madh, më kon shtetë edhe kështu më radh. S'po flasim për ata. Wa inna amana, kjo është emaneti Allahu subhanahu wa taala. Patjetër njëri duhet me dhon këtë maksimum për vetës, me agjet vendin tamam si duhet, prandaj njerëz tamam amen. Domethënë nuk është çdo gjë që e mendojna, që mundesh me thon, as çdo gjë që mundesh me thon, i ka ardhur koha e vet, e as çdo gjë që i ka ardhur koha, nuk kanë ardhur njerëzit. Ti s'mjafton vetëm koha, po tut më ardhur edhe njerëzit, lutim Allahun xhelal që Allahu të na bën për atë njerëzve që e din tamam kohën e vet, e din fjalën tamam si duhet, i din me argumente senet, i mësojnë njerëz me sinqerisht për Allahun xhallahu ala, edhe Allahu i nagradon me xhenetin e Allahut, sallallahu alaihi ve sellem Muhammed wa akhir da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.